Zoti ju bekov vëllezër, dua të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Perëndis ton rreth një mrekullie që ndodhi pas lutjes finale të motrës ton Maria Luisa. Unë vuaja nga një sëmundje që quhet fascitis plantar. Është një sëmundje e fortë në zonën pranë thëmbrës. Nuk ka trajtim mjekësor për të. Ju luta Perëndis me shumë dashuri duke besuar në lutjen e motrës Maria Luisa dhe është kështu se si kjo mrekulli ndodhi. Munda të ngrihem në këmbë, të mbështes në tokë thembra dhe nuk ndjeva asnjë dhimbje. Dua të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit. Dua të dëshmoj për të lartësuar emrin e Atit tim qiellor. Zoti më thoshte në profeci se djalli do të vendoste në mua ndjenjë trishtimi dhe hidërimi, dhe këto do t'i ndjeja veçanërisht rrugës kur vija në kish. Dhe ashtu ndodhi. Gjithashtu, Zoti në atë profeci më thoshte mos të shqetësohesha pasi ai do të më çlironte dhe duhet të gjeja streh e ngushëllim në ato mjete që ai kishte lënë në kish për të ndjerë paqe dhe lumturi, si janë himnet, koret, reflektimet e motrës Maria Luisa dhe libri i saj i përjetimeve. Sa po doli versioni audio i librit të përjetimeve, unë e bleva dhe Zoti më çliroi duke dëgjuar vetëm pjesën e parë të tij. Nisa të ndjej paqe dhe lumturi, dhe kështu ka vazhduar të jetë deri më tani. Dëshmoj për të lartësuar emrin e Atit tim qiellor.